Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Mos përputhja e ofertës dhe kërkesës së punës, mungesa e stafit të kualifikuar, shpërngulja e të rinjve dhe prania e ekonomisë informale janë sfidat e Maqedonisë së Veriut në kuadër të procesit Berlinit. Ministri i Ekonomisë dhe Punës në Maqedoninë e Veriut, Besar Dyrmishi, mori pjesë në takimin ministror për Ballkanin Perëndimor në kuadër të procesit Berlinit në panelin Promovimi i punësimit dhe strategjitë efektive për tregje të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse të punës. Në fjalimin e tij, ministri Dyrmishi theksoi se Maqedonia e Veriut mbetet të përkushtuar në zbatimin e reformave që do të kontribuonin për treg më të fortë, më fleksibël dhe më konkurrues të punës të harmonizuar me standardet dhe politikat europiane. Ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut, Timço Moçunski, ka deklaruar se NATO është më e fortë se kur, pavarësisht kritikave të vazhdueshme të presidentit amerikan Donald Trump dhe aleatëve europian. Në intervistë për Euronews, Moçunski tha se administrata Trump ka ndikuar në forcimin e aleancës ushtarake dhe rritjen e angazhimit të vendeve anëtare për mbrojtjen. Ministri paralajmëroi gjithashtu për ndikimin keqdashës të Rusisë dhe Kinës në rajon, duke theksuar se kërcënimet hibride shtohen aty ku rritet zhgënjimi dhe bie besimi tek proceset integruese. Sipas një sondazhi të janarit 2026, rreth 70% e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut do të votonin për anëtarësimin në BE, megjithëse shumë prej tyre nuk besojnë se dera unionit do të hapet realisht për vendin. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Mbrojtja e mjedisit është një nga grup kapitujt më sfidues në kuadër të negociatave për anëtarësim për Shqipërinë. Paralajmërimi vjen nga kryenegociatorja Melinda Dhuka gjatë raportimit në Komisionin për Ropën dhe Punët e Jashtme, ndërsa renditi një seri detyrash të caktuara nga Bashkimi Evropian për anëtarësim. Dhuka tha se investimet për mbrojtjen e mjedisit kërkojnë investime të vazhdueshme dhe bashkëpunim për burime të rinovueshme. Është një nga fushat më sfiduese për anëtarësimin dhe pas anëtarësimit, duke qenë se kërkon investime të mëdha në infrastrukturën publike dhe private, sa i përket ndotjeve në ujëra, ndaj do të na duhet të punojmë të gjithë së bashku në lidhje me burimet e rinovueshme, apelon Melinda Dhuka. Kryenegociatori i Kosovës për Bashkimin Evropian Jeton Zulfaj bë thirrje që vendi të marrë statusin e vendit kandidat dhe të nisë negociatat për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Kryenegociatori i Kosovës me Bashkimin Evropian deklaroi se Kosova mbetet i vetmi vend pa status kandidat dhe pa nisje negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Kosovo is the only country without the candidate status and opening of the accession negotiations. Apeli i ministrit Zulfaj vjen nga Kipro, ku mor pjesë në takimin jo formal të ministrave për çështjet europiane. Kosova bën progres në kuadër të procesit Berlinit. Prishtina pranon zyrtarisht planin e punës mbi punësimin dhe politikat sociale. Sipas njoftimit të Ministrisë për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare, Andin Hodi ka pranuar këtë dokument nga Ministra Federale për Punë dhe Çështje Sociale e Gjermanisë, Barbel Bas. Dokumenti pritet të shërbejë si kornizë për thellimin e reformave dhe koordinimit ndërmjet vendeve të rajonit në këtë fushë në kuadër të procesit Berlinit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.